Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Të dashur vëllezërit e mi, të nderuara nëna dhe motra. Allah i madhruar prej gjitha krijesave e ka veçuar njeriu, e ka lartësuar njeriu, e ka formuar njeriu që të mbetet njeri. Zoti fuqiplot, atij qofshin fal, të gjithë para ti një ditë kemi me dalë. Për të mbet njeriu njeri, për të mbetur njeriu njeri, i ka sjell Kur'anin e madhruar, i ka sjell pejgamberin alayhis salam, në mënyrë që ky njeri, përmes këtyre dy udhërrëfyesve, përmes Kur'anit të madhruar dhe përmes sunetit Muhamedit alayhis salam, të sjellet njeri, të mbetet njeri, të jetojë njeri, edhe me Zotin, por edhe me të tjerët. Shpesh herë në këtë botë, ne ndihemi të lënduar, ndihemi të pikëlluar, ndihemi të mërzitur, jo pse kemi bërë diçka, por sjellja jonë me të tjerët nuk është korrekte. Mirësjellja jonë me njerëzit duhet jetë e shkëlqyer. Sjellja jonë me të tjerët duhet jetë e bukur, sepse mbi të gjithë ne jemi të bukur. S'ka krijesë më të bukur se sa njeriu. S'ka krijesë më të ndritur se sa njeriu, sepse prej gjitha krijesave Allahu njeriu t'i kërkoi dhe i tha: Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, mëso, studio në emrin e Zotit tënd. E prej këtij leximi, prej këtij studimi, prej këtij mësimi, mësojmë ne dhe ju që njeriu duhet jetë i sjellshëm me të tjerët. Njeriu duhet jetë bujar me të tjerët. Njeriu duhet jetë zemërgjer me të tjerët. Nuk duhet që të tjerët t'i ofendojnë. Nuk duhet që të tjerët t'i rëndojnë. Nuk duhet që të tjerëve t'u themi fjalë të idhta, të cilat po t'na i thonte ne dikush, nuk do të ndiheshim mirë. Nuk do të ndiheshim mirë. Për t'na mësuar se si të flasim, për t'na mësuar se si të jetojmë, për t'na mësuar se si të punojmë, për t'na mësuar se si me të tjerët të sillemi. Allahu në shumë ajete kuranore na ka treguar raportet tona me njerëz, raportet tona me të tjerët. Prej shumë ajeteve Allahu fuqiplot ka thënë Kur'an: "Wa qulu lin-nasi husna." Njerëzve, popullit, shokëve, xhamatit, popullatës thuani fjalë të mira. Të gjithë njerëzve thuani fjalë të mira. Me ta sëlluni mirë, me ta jetoni butë, jini të mëshirshëm me të tjerët. Jetoni me të gjithë me sjellje të mira. Pejgamberi alayhis salam, shembulltyra ime dhe e juaja, njeriu më i bukur në sipërfaqen e tokës, i cili tër jetën e tij, tër mundin e tij, tër sakrificën e tij e bëri që ne dhe ju të jemi të udhëzuar, të jemi të formuar, të jemi të edukuar, të jemi të sjellshëm, të jemi prej njerëzve të mirë, të cilët kanë dëshirë të jetojnë me na. Kanë dëshirë të jetojnë me ne. Në njërin prej haditheve të tij ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u bën dobi të tjerëve. Nuk ka thënë prej atij të cilët kanë sherr të tjerë, prej atij të cilët friksohen të tjerë, por ka thënë më i miri është ai i cili të tjerët kanë dobi prej tij. Të tjerët kanë hajër prej tij. Të mendojmë vetvete, çfarë unë bëj për të tjerët, se sillem unë me të tjerët, a më dojnë mua të tjerët, apo më urrejnë. Kur të më shohin mua të tjerët, a thojnë: ky person, elhamdulillah, është për mashallah. Ky person ka këtë sjellje të bukur. Këtij personi ja kam lakmi për këtë. Apo thojnë: runa Allah prej tina, runa Zot prej tina. Është i rënë me bisedu me të. Është i ashpër në fjalimin e tij, është ofendues në shprehjet e tij, është i rënë, muhabeti me të. Nuk kemi qef me taku me të, nuk e dojmë brenda tavolinë, nuk e dojmë muhabet, nuk e dojmë shoqni. Apo thojnë: kur ai të mungon, nuk ka jeshishësia. Kur ai nuk është me ne, muhabeti është i zbet, ndaja pa të është i zbet. Pse? Qëndrimi i tij, fjalët e tij, sjellja e tij ka lënë gjurmë në jetën tonë.
Mirësjellja me të tjerët është obligim për secilin prej nesh. Të mundohemi që ta edukojmë vetveten me sjellje të mira. Të mundohemi që t'i largojmë veset e liga, t'i largojmë inatën, t'i largojmë ato të cilat na dëmtojnë shpirtërisht. E kur njeriu dëshiron të jetë i qetë, duhet të flasë i qetë. Kur njeriu dëshiron që ta duan të tjerët, duhet që me fjalë të bukura, me fjalë të ëmbla t'i afrojë të tjerët. Sepse mbi të gjitha, mirësjellja vlerësohet. Mirësjelljen me të tjerët e vlerëson edhe Zoti. Dashurinë për të tjerët e vlerëson edhe Zoti. Dhe respektin për të tjerët që ne e bëjmë, ne e vlerëson edhe Zoti fuqiplot. Zoti na mundsoft me jetu me të tjerët duke qenë Zoti i kënaqur me ne. Allah na mundsoft që kur të flasim njerëzve të themi fjalë të mira. Kur t'i porosisim njerëzit, t'i porosisim me fjalë të bukura. Kur dëshirojmë të tjerët t'i largojmë nga veset e liga, t'i largojmë në mënyrën më të bukur, në mënyrë që ai mos të lëndohet, ai mos të pikëllohet, jeta e tij mos të shkatërrohet. Mirë po, prej fjalëve tona ai të përfitoj, prej veseve të liga të largohet e afër Zotit të afrohet. Sepse fjala ka peshë, porositë tona kanë peshë, sjellja jonë ka peshë. Më e vlefshme është një fjalë e mirë se sa një vepër e mirë. Sepse veprat i kemi për veti, ndërsa fjalët na i dëgjojnë të tjerët. Andaj, folni fjalë të mira dhe respektoni të tjerët. Zoti na mundsoft me jetu faqebardh dhe me vdek faqebardh, ne dhe juve dhe familjet tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.